Zoti Gonxha, të përshëndes, si fillim urime për rezultatin deri tanishëm dhe më thuaj se si e ke pritur gjithë të rezultat. Pra, e keni pritur, ishte e pritshme? Në dy korrigjime, po pa më marrë për keq juve, Ministri i Ekonomisë, Kulturës e Inovacionit. Dhe zemrat që përmende janë të gjithë qarku Tiranë, nuk ka vetëm kombinatet, sepse nuk do ishim korrekt me tjerët që janë pjesëmarrës në votime. Dhe janë 5 bashki të qarkut dhe janë me të vërtet një shenjë e jashtëzakonshme mbështetje, mirënjohje e jashtëzakonshme nga ana ime për ta. Kuptohet që kjo nuk bëhet dot pa struktura dhe pa një punë dhe pa një themi angazhim të nivelit që vetëm Partia Socialiste është aftë të bëj. Skema e fushatës ka qenë e tillë që duhet të dilnim territor në 5 bashkit, kuptohet që mundësitë nuk lejojnë që në kaq pak muaj të prekësh gjithë territorin, koha s'ta lejon edhe sikur të mundesh dhe të duash. Dhe ka qenë një fushat shumë e vështirë në këtë aspekt, por deri tani rezultatet tregojnë që ja kemi dalë. Nga një anë njësia 6 kombinati është në rezultatin, ka ruajtur rezultatin më të mirë që ka qenë ai viti 2021, pak më sipër, po pothuajse aty dhe është një rezultat fantastik, është gati 4% më shumë se sa mesatarja e njësive urbane të kryeqytetit, është gati 5-6% më shumë se mesatarja e rezultati Partisë Socialiste në nivel qarku. Kjo më bën krenar dhe për kombinati megjithëse me halle, me problematika, sepse është goditur më fort nga gjithë njësitë tjera nga tërmeti, disa çështje që ne jemi duke zgjidhur foli prap, është kampion në kuptimin e votës për Partinë Socialiste. Kuptohet që si kandidat në kombinat ka marrë atë një numër të konsiderueshëm votash, por i falenderoj dhe qytetarët e Bashkisë Vorrës, qytetarët e Bashkisë Kavajës, që po numërohet tani rezultatet dhe natyrisht qytetarët e Bashkisë Tiranës, edhe të Rogozhinës, edhe të Kamzës, po sidomos qytetarët e Bashkisë Tiranë që kanë dhënë një mbështetje e cila në të gjitha njësitë është në nivelin e podiumit, domethënë në kuptimin e vendeve të para, çka ka bërë që në kumulative ky rezultat jetë sot për momentin i parë në listën e kandidatëve. I kthehem tani rezultatit që është më kryesor në rang vendi dhe në rang qarku Partinë Socialiste, pa një punë edhe pa një projekt si ky yni, i cili është në vijimsi, i cili është në zhvillim e sipër, nuk është një program elektoral që do ju bëjmë këtë gjë, na jepni se ne në 4 vite të ardhshme do bëjmë këtë gjë. Kjo është më shumë ky është një plebishit dhe ky është një dialog me qytetarët që si erdhën deri këtu, si e sollën deri këtu, si jemi sot, çfarë do bëjmë për nesër, ku kemi çeduar, ku kanë qenë problemet tona, çfarë nga ne nuk është në rregull, çfarë duhet të korrigjojmë, si mund ta përmirësojmë qeverisjen, si mund ta bëjmë atë më të shpejtë, më ekonomike, më të lehtë dhe më të mirë për qytetarët dhe kuptohet që është pak më lehtë kur je në pozitat e një kabineti qeverisës, të një force politike që në nivel vendor dhe në nivel qendror, për mendimin ton, ka transformuar totalisht vendin dhe nuk është vetëm mendimi ynë, tashmë është dhe mendimi i diasporës. Tashmë është dhe mendimi i ndërkombëtarëve, të cilët sot e shohin Shqipërinë më afër se kur në tryezat europiane, në tryezat e Bashkimit Evropian dhe standardet tona po rriten me shpejtësi në çdo sektor dhe kështu që e gjitha kjo ka sjellë që ne të kishim të mbështetje plebiscitare nga sovrani për mandatin e 4. Nga qarku i Tibrës në qarkun e Tiranës, më konkretisht për të përfaqësuar qytetarët e kombinatit. Nëse do të arrish të mbash këto rezultate deri në fund të përfundimit të procesit të numërimit të votave, cila do të ishte ajo puna e parë që ti do të bëje për qytetarët të cilët banojnë në kombinat, që do të ishe mirënjohës edhe për votët që ata të dhanë në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit? Natyrisht që ardha nga qarku i Tibrës ishte një eksperiencë tjetër, edhe atje ishte një eksperiencë shumë e bukur. Por ishte shumë mirë dhe për Mekin, për mua si ministër që t'jem në Tiranë, sepse ministria që unë drejtoj ka udhëheqjen e numrit më të madh të kapitujve të negocimit me Bashkimin Evropian, na pret një sezon shumë i fortë provimesh, një test shumë i fortë për gjithë sektorët tanë, për gjithë administratën, për gjithë ekonominë tonë, për tregun tonë, për gjitha e përmenda standardet tona, në mënyrë që të bëjmë mundur që brenda 2027-s kemi mbyllur negociatat, dhe kështu që këna mban që të jemi dhe shumë të fokusuar të puna në ministri. Nga ana tjetër puna si kandidat të kombinati kuptohet që e përmenda edhe në fillim, kombinati trashëgon disa për problemeve që janë, si do thënë, më të prekshme dhe më të rëndësishme jetike për banorët. Kemi një numër familje që ende nuk kanë stre, pra që janë të sistemuar me bonuse të tërmetit dhe që e kanë vuajtur pjesën e, si më thënë, rritjes së çmimeve në tregun e qiraz dhe këto bonuse duhet indeksohen urgjent.
kemi bërë një sër dokumentacioni, aktesh, si më thënë, kemi marrë një sër masash cilat janë gati, ne nuk mund të thyenim për saktimet e kodit zgjedhor, nuk mund të vepronim para datës zgjedhjeve, por më njëherë pas datës zgjedhjeve, Këshilli Bashkiak i Tiranës në nivel qeverisje, akte ligjore do kalojnë me radhë për miratim për të përfunduar pjesën e çfarë ishte pezull apo e bllokuar për ndërtimin dhe për disa prej çështjeve të rëndësishme që na presin shpejt, që janë prona, legalizimet, certifikatat e pronësive, një sër ndërhyrjesh urbane, rigjenerim urban, rigjenerim i banesave dhe një punë e madhe për ta kthyer kombinatin jo vetëm një vend i cili të jetë një maket i bukur në kuptimin për ta parë, por një vend i cili të jetë një zonë qyteti brenda kryeqytetit dhe kemi quajtur ne në podcastin ton, një zonë prioritare e kryeqytetit ku të jetohet me një cilësi shumë të lartë, ku të kemi zgjidhur dhe së shpejti problemin e landfillit Sharrës, ku të jemi shumë shpejt me një linjë transporti të re, moderne, green, kombinati në studio, ku të kemi kthyer dhe hapur ndërmarrje, ekonomi, manufaktur, zonën e re ekonomike të Tedës, ku do presim atje shumë pika të reja prodhimi dhe do të kemi një, po themi, mundësi për investime, për automotivin, për robotikën, për qendrat e dhënave, data centers, dhe në bashkëpunim aty me Bashkinë po punohet fort që të kemi mbi 7.000 punësime me paga me cilësi që do të jenë mbi 1.000 euro, mbi 1.200 euro një pjesë e madhe e tyre, çka do të japi një energji të re ekonomike, një gjallëri të re themi jetesës në kombinat dhe do të punojmë shumë fort pastaj për pjesën sociale, kulturore, për pjesën e një art district që duhet ndërtojmë ku ka qenë kombinati tekstil, do të kemi një si më thënë, kantier pilot në kryeqytet, sipas asaj që unë mund të them sot, që do të nisi nga kombinati, sepse është një nga zonat me rëndësi të jashtëzakonshme për qytetin, është dhe dalja tjetër për nga Durrësi, ka investime ndërkohë për aksin e ri që shkon për nga Durrësi, kemi investime të shumta në kombinat që janë planifikuara dhe që do të fillojnë shumë shpejt sa i takon kanalizimeve, sa i takon gjithë po themi instalimeve nëntoksore, impjantit të ureve zeza në Prush, i cili duhet vijoj për të përmbyllur, e kështu me radhë, ka shumë punë të bëra në kombinat, por ka dhe shumë punë që presin të nisin ose të mbyllen në kombinat për ta bërë që atje të jetë një nga lagjet, zonat, njësitë më të mira të kryeqytetit. Zoti Gonxha, ka shumë punë siç e përmendë, por cila është prioritet, pra që duhet menjëherë të vihet dorë në zonën e kombinatit për të rregulluar? Patjetër prioritare është mbyllja e projektit, si më thënë, mbyllja e të gjitha procedurave për ndarjen e shtëpive, shortet e shtëpive, të cilat do të nisin menjëherë urgjent sapo të mbyllet kjo javë, besoj nisin sepse janë shpërndarë dhe shkresat për këtë gjë. Komisionet e Këshillit Bashkiak në Bashkinë Tiranë disa për vendimeve nuk i merrin dot para zgjedhjeve. Një sër aktesh ja përmendë janë i akte në sistemin qeveritar për të miratuar në qeveri në mbledhjen e radhës, edhe këto pezull prej KQZ-s dhe detyrimeve që ka kodi zgjedhor, dhe me njerë nisen me shortet, ndahen banesat që janë gati 450 banesat të realizuar i do ndahen. Një pjesë tjetër do të jetë zgjidhja e disa rasteve ku ne mund punojmë me ndërhyrje, me projekte zhvillimore edhe me subjekte private për t'i nxjerrë nga skema rindërtimit dhe për t'i futur në skemën që ata mund bëjnë themi një kontratë private me zhvillues, sepse zonat edhe periferike sot janë tashmë pjesë e tregut imobiliar, janë pjesë e tregut të ndërtimit banesave private me interes çmimi shritur, përjedhoj interesi investitorëve shritur dhe përjedhoj ata që kanë truaj në zonat ku prekesh nga rindërtimi dhe prisnin shtëpi me metra katror, si më thënë, për frym dhe do të ishte një sipërfaqe e vogël shtëpie që do të merrnin, që do të ishte dhuratë natyrisht nga shteti, por që do ishte një sipërfaqe e vogël, mund të jenë sot shumë pranë një kontrate shumë më të mirë për nga përqindja, dhe kështu do veprojmë dhe në këtë formë. Do zgjidhim problemin atyre privatizimeve që kanë mbetur, që janë prioritare, do të zgjidhim problemin atyre që nuk kanë aplikuar dot, janë një numër i caktuar familje që duhet të futen nominalisht në një listë që është bërë gati për të pajisur, pra me një themi të drejtë për të qenë pjesë e shortit për marrë banesas të dhurat për tërmetin, do të merremi shumë me rigjenerimin e banesave, janë duke bërë shumë aplikime dhe një program i rëndësishëm i Ministrisë që unë drejtoj për rigjenerimin e banesave do të marrë jetë. Strehimi social është gjithashtu një prioritet, do të kemi 2.000 apartamentet, më shumë se 2.000 apartamentet reja në kombinat në zonën e tregut
me ndërmarrjen e Bashkisë Tiranë, është marrë leja, është bërë zona zhvillimore, si më thënë është miratuar zona zhvillimore për këtë zhvillim të ri, për këtë ndërtim të ri masiv, dhe këto banesa do të jenë edhe për qira sociale, por do të jenë edhe për të trajtuar si banesa me kredi për të blerë nga familje që janë në nevojë, të rinj, të reja, apo dhe familje që do të kualifikohen nga Bashkia e Tiranës. Do të punojmë fort për një legjislacion shumë praktike dhe shumë të thjesht për aplikimet për strehim, sepse strehimi është nga pjesët kryesore, të themi edhe më pak të eksploruara të punës qeverisë sonë dhe të programit tonë në këtë rast. Nëse mund të flisnim për një program çfarë do të jetë e re, një strehimi është një nga ato fusha që do të jetë me shumë forcë, një e re në atë buqetën e punëve dhe projekteve që ne kemi përzbatuar. Dhe kështu që kombinati do të jetë natyrisht përfituesi i parë i shumë prej këtyre programeve që po flasim. Kuptohet që pastaj do ndërhyjet siç thash me një rigjenerim të fortë në qendrën e kombinatit, do punohet shumë në infrastrukturë, vijon urbanizimi i disa zonave, do të kemi një zgjidhje të problemit të ujit pishëm për çështjen e furnizimit dhe presionit në disa prej zonat. Kanalizimet dhe ujrat e zezë janë një problem tjetër që e rëndon kombinatin, se ka pasur dhe zona informale në periferinë e tij dhe kuptohet sa më shumë informalitet në vite ka akumuluar infrastrukturë të pazgjidhur nga pikpamja inxhinierike, sidomos kanalizimet. Kjo krijon përmbytje, kjo krijon problematika, shkarkohen nëpër kanalet e mëdha që shkojnë pastaj në lumet e qytetit, ndotje e tjerë. E gjitha kjo natyrisht nuk është një punë që bëhet në një natë, as në një javë, as në një ditë, as në një vit, por që është një punë që do të bëjë që do të jetë e dukshme se si do të ndërhyjet në kombinat në një mënyrë kapilare dhe me një forcë investuese që do jetë e dukshme për ta bërë këtë zonë që të jetë një nga zonat, siç e thash, shumë shpejt, shumë lart në nivelin e jetueshmërisë në kryeqytet. Kërkon shumë punë, po çfarë mekanizmi do të ndjek Blendi Gonxha si deputet, si përfaqësues si banorëve të kombinatit? Pra, do të jeni më afër tyre qoftë edhe në konsultime apo në komunikime të herpashershme dhe do të ndiqni linjën tuaj pavarur apo ato partijake? Nuk ka një linjë pavarur apo partijake. Deputeti ose përfaqësuesi në këtë rast tu edhe më unë nuk jam vetëm deputet në këtë rast, themi, i kombinatit, po jam i detyruar në atë parë të fokusohem të çështjet e asaj zone, sepse jam i votuar dhe në rang qarku dhe kuptohet që duhet të punoj edhe si një deputet i qarkut, por natyrisht që dhe shumë deputet të tjerë të qarkut që do jenë bashkë me mua në parlamentin shqiptar do të mbrojnë e do të punojnë edhe për interesat e qarkut Tiranë, sepse janë deputetët e qarkut Tiranë, dhe kuptohet që gjithë ne bashkë do lobojmë që se këtë bëjmë. Kjo është puna që bëhet në politikë dhe në qeveri dhe në parlament dhe në nivelet e larta ekzekutive. Do të lobojmë bashkë me kolegë tjerë, kudo ku qofshin ata, në parlament apo qeveri, dhe do të punojmë ngushtisht me Bashkinë Tiranë dhe me të gjithë organizmat e tjera, që gjithë kjo që po ju them se këtu ka brenda donator, këtu ka projekte që lidhen me agjenci të rëndësishme të shtetit, këtu ka çështje që lidhen me agjencinë e pronave. Pra këtu ka shumë faktorë që do punojmë së bashku për të bërë të mundur pra edhe një herë që në qoftë se mund të themi një lloj mbetje mbrapa e kombinatit në raport me kryeqytetin prej ca vitesh, edhe për shkak të atyre që kaluam si pasojë të tërmetit, që e goditën më fort se çdo njësi tjetër, po edhe për shkak se kombinati si pozicion është në një pozicion ku ka disa prej impianteve kryesore të trajtimit, po themi të mbetjeve, të rrezeza e tjerë që janë pranë ose brenda tij, siç janë dhe varrezat e Sharës, ku duhet ndërhyjmë për të përmirësuar edhe ato që të jenë dhe ato sa më dinjitoze, të rrethuara, të jenë, si më thënë, më të kompletuara, të kemi zgjidhur një pjesë mirë të problemeve që lidhen me disa mungesa të objekteve social, kulturore, po edhe atyre që janë fetare të zonës, janë të rëndësishme. Si më thënë, një punë më e mirë me shtresa sociale do bëjë që të ketë një kohezion social më të mirë. Në këto vende vërejmë që ka problematika me brezineri, me fëmijët, të cilët duan kushte në vijimësi të mirëmbajtura, lodra, sheshesh, parqesh, sporti, qendra multifunksionale sportive, pse jo një stadium, natyrisht jo gjigant, po një stadium që mund të ishte edhe një klub i të rëndësishëm i cili duhet stacionohej në kombinat, këtu duhet të kishte pastaj salla stërvitore, një kompleks i cili mund të kishte edhe pishina. Pra ka shumë projekte që po punohen dhe po realizohen që ne ti kemi në kombinat. Dhe gjithë kjo që po e them nuk është se është duke u bërë në një projekt humanitar për kombinatin. Pra kombinati, këto që po them janë në interes të atyre që do i zhvillojnë, shumë shpejt do jetë në interes të
biznesit vendas dhe të huaj që të stacionohet në kombinat dhe të shohin kombinat një pikë shumë të rëndësishme që thash për tedën zonën e lirë ekonomike që e licencuan vjet, një nga dy zonat ekonomike që kam licencuar vjet kur kam qenë ministër ka qenë Teda në Prusht në bashkëpunim me zhvilluesin publik që është Bashkia e Tiranë, që do të thotë që këto janë punë të mëdha që do të vinë shumë shpejt me rezultate, vende pune, një jetë e re në këtë zonë. Me të drejtë po më pyesni vetëm për të zonë, unë jam shumë i kënaqur se po më pyesni për kombinate që e kam shumë për zemër, se besoj e shikon që jemi dhe në vendin ku bëhet podcasti, ju flet kombinate. Në të rësi, çfarë do të bëni për Tiranën? Jo, unë këtu tani e mbaj këtu, patjetër që ne si shtash do lobojmë fort që kryeqyteti të eci dhe më shpejt për ato aspekte që kryeqyteti duhet ndihmë në nivel ligjor, në nivel qeverie qendrore, ekzekutivi. Po, në radhë parë njerë duhet të jemi të koordinuar, në radhë parë njerë duhet të jemi në shërbim të qyteteve të bashkive, ku kuptohet kryeqyteti ka rol kryesor. Pra në parlament ne duhet të jemi atje për të bërë sa më të thjesht qeverisjen edhe për bashkiakët, të bëjmë më shumë për proporcionalizimin më të drejtë të mënyrës si fondet shkojnë në komunitet, të bëjmë më shumë për një themi pushtet vendor i cili të jetë autonom në kuptimin jo autonom thjesht i copëzuar dhe më vete, jo qeveri të vogla më vete, po të jetë sa më organik edhe të jetë sa më i lehtë si hierarki në kuptimin e ngarkesave administrative, në mënyrë që fondet të shkojnë sa më shumë o në rroga më të larta dhe në punonjës më të aftë, të cilët të motivuar më shumë me rroga më të larta punojnë më mirë dhe japin rezultate më shumë, por mund të jenë në numër më pak. Po duke qenë më të motivuar, do jenë shumë të suksesshëm punët e tyre, pra të normojmë më mirë buxhetet që ne shpenzojmë për bashkitë, të normojmë më mirë konceptin se si duhet ta ekonomizojmë qeverisjen, se si duhet ta bëjmë qeverisjen që të jetë sa më produktive, eficiente, dhe duke qenë të motivuar njerëzit ka dhe më pak korrupsion, duke qenë njerëzit të kënaqur me pagën, vendin e tyre të punës, me kushtet e punës, me veten aty ku janë, ata janë mbrojtësit e parë të shërbimeve, të cilësisë të sjelljes korrekte ndaj qytetarëve, sepse nuk duan ta humbin vendin e punës, duhet punojmë si më thënë për të krijuar një kuadër, një normë qeverisëse sa më të mirë që dhe qytetet dhe bashkia, dhe këtu kuptohet që kryeqyteti ka rëndësi parësore, të jetë sa më pranë qytetarëve, të ketë duart e lira, të ketë fonde, të ketë mundësi të investojë këto fonde, për shembull shkatësimi i qeverisë vendore proceduralisht kanë shumë procedura që pengojnë komisione, prokurime, procedura që kanë bërë që shumë bashki kryesore të mos realizojnë fondet që ata mbledhin nga taksat. Dhe i kanë në arkat e tyre, por fondet duhet jenë në shërbime për qytetarët, në rrugë, në gjëra, në punë publike. Dhe kjo gjë, pra, ky investim që i mungojnë paratë tregut duke i mbajtur lekët në arkat e bankave. Pra duhet të hedhim lekët sa më shpejt kur ne i marrim të ardhurat nga qytetarët në formë taksash, t'ia u kthejmë atyre në formë shërbimesh dhe të mirësh materiale, dhe kjo gjë duhet të jetë nëse qeverisja është e lehtë, e shkafët, nëse është eficiente, nëse është e duhura. Kemi shpesh shumë shembuj që edhe kur duan, si më thënë, të bëjnë procedura, për shkak të një kalvari procedurash, procedurat marrin muaj, ky ishte edhe rasti i rindërtimit, një pjesë e procedurave ishin vonuar për një kalvar burokratik i bërë, si themi, në filles të vet për të garantuar procesin, për ta garantuar atë nga çdo shkelje, po procesin vetvete është shumë i gjatë. Tani janë futur brenda disa procese gjyqësore, ku dikush ka bërë një ankimim, dikush ka goditur një ekspertizë, dikush ka kërkuar një riekspertim, e këto e kanë çuar në shkallë të dytë, në shkallë të tretë dhe kemi hikur. Një banori, një pallati vonon gjithë fqinjët e vet të pallatit 5 vjet. Ne duhet gjejmë mënyra të reja se si duhet dalim nga ky rast që na ka ndodhur, natyrisht gjithë qeveritë mund të gjendet të papërgatitura kur bie një fatkeqësi e tillë natyrore, se nuk është se jemi mësuar të ndodhi çdo vit një tërmet. Por duke parë nga çfarë nuk është bërë mirë dhe për këtë ka shërbyer gjithë fushata. Pra fushata ka qenë një themi platformë diskutimi se ku nuk jemi mirë ne, çfarë duhet përmirësojmë, cilat janë problemet për bashkitë dhe për ne. Është thjesht rritje e kushteve të jetesës së qytetarëve në mënyrën më të shpejtë mundshme. Dhe ne ndajmë detyrat me njëri tjetrin. Pra nuk është se ka një filozofi të madhe. Kjo është ideja. Dhe kjo duhet funksiononte edhe me partitë kundërshtare, edhe me bashkitë, po themi, të drejtuara nga Partia Demokratike, ose edhe me këshillat bashkiake dhe me anëtarët e këshillat bashkiake që janë të partive të tjera dhe nuk janë nga Partia Socialiste. Pra në fundit kjo është detyra jonë si qeveritar, edhe si qeverisës ku populli dhe sovrani na voton. Ministër, për ta përmbyllur, cila është mesazhi juaj për të gjithë ata qytetarë të cilët ju besuan votën, ju dhan votën për 4 vite përfaqësim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, si ju kandidat, por edhe Partia Socialiste në Terezi?
Figurativisht do doja t'i puthja duar gjithëve që atyre që kanë votuar për ne, jo vetëm për mua, por për gjithë ne. Figurativisht do doja t'i përkulesha me nderim të gjithë atyre që kanë votuar njëherë, për çdo që kanë votuar. Sepse fakti që kanë dalë dhe kanë votuar është një akt shumë i lartë qytetarit tyre, që ata kanë dalë votojnë, e kanë shprehur mendimin. Edhe ata që mund kanë zgaravitur flet në votimin, kanë thënë diçka me votën e tyre, sikundër ata qindra mijë, të cilët kanë votuar me vullnet plot për një kauzë të duhur. Natyrisht që një mirënjohje e zakonshme për diasporën, e cila me gjithë peripecitë e votimit diasporës ja doli ta sjelli zarfin në KQZ dhe ç'të them, është sovrani, unë kam vite në politikën e jetën publike dhe në administratë dhe në themi aktivist i gjithë zhvillimeve në vendin tim, por rrallë kam parë që sovrani gaboj. Kështu që sovrani foli, tani duhet ta respektojmë atë dhe nuk mund, për ata që kanë humbur, nuk mund të ndrojmë sovranin. Duhet të shohim veten edhe duhet të gjykojmë veten, e duhet të jenë ata vetë duke reflektuar për arsyet të përmirësojnë veten e tyre dhe sepse sovrani nuk e ndryshojmë dot. Zoti Gonçet, falenderoj shumë për të intervjuar. Suksese. Faleminderit. Eliana, ishim deri në këto momente me Blendi Gonxhe, ministrin e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, i cili ka fituar zemrat e qytetarëve të Tiranës për të përfaqësuar zonën e kombinatit njësim 6 në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë për 4 vite të ardhshme, të paktën nga rezultatet e deri tanishme.